Besimtarët ortodoks në Gjirokastër kremtuan sot ditën e ujit të bekuar, një nga festat më të rëndësishme të kalendarit krishtar, e cila shënon pagëzimin e Zotit Krisht. Festa përkujtohet çdo 6 janar dhe tradicionalisht shoqërohet me ritualin e hedhjes së kryqit në ujë, simboli pastrimit dhe ndriçimit shpirtëror. Sipas besimit të krishterë, në këtë ditë kremtohet shfaqja e Perëndis dhe përmes pagëzimit të Krishtit shenjtërohet mbar krijesa dhe të gjitha ujërat. Për shumë vjet gëzuar të kremten e Theofanis, ose siç njihet ndryshe në gjuhën popullore uji i bekuar, dita e ujit të bekuar, e cila është e kremtja, një ndër të kremtet më të mëdha pas Pashkës dhe Krishtlindjes, është vetë pagëzimi i Zotit ton Isu Krisht, i cili u pagëzua prej Joanit në lumin Jordan. Në të kremten e sotme, Zoti na jep një shembull të gjithëve që unë i pari që jam Perëndi do të pagëzohem dhe ju pas me do të vini të ndiqni atë që bëra edhe unë. Perëndia ishte i pamëkatshëm, i gjithë pushtetshëm dhe i gjithë lavdishëm, por edhe pse ishte të gjitha këto që tham, ai dënjoi të pagëzohet që të japi shembullin tek ne njerëzit. A ju pagëzua që të vazhdojmë edhe ne të pagëzojmë brezat në vazhdim. Dhe kjo ishte një ndër porosit kryesore që i la nxënësve të tij, shkoni pra dhe predikonin gjithë botën dhe i pagëzoni ata në emër të Atit, të Birit edhe Shpirtit të Shenjtë. Dita e sotme, e cila është dita e ndriçimit, dita e shenjtërimit, ju ndriçoft të gjithëve, ju bekoft dhe ju shenjtëroft ju dhe familjet tuaja. Për shumë vjet gëzuar. Në Gjirokastër kremtimet u zhvillua në katedralen ortodokse Ngjallja e Krishtit, ku mbajt mesha hynore në praninë e vjetra besimtarëve dhe klerikëve të Mitropolisë së Gjirokastrës, të cilët uruan për këtë ditë të shënuar. Sot është ditë e shenjtë, uji i bekuar, gjitha ujërat janë të bekuar, këtë urime përcjellin edhe tek njerëzit. Kush pi ujë le të ndjejë gëzimin, dashurinë, haren atë që do vërtet përcjell kjo ditë. Një urim të thjeshtë nga zemra, gëzuar të gjithë besimtarëve, gëzuar këtë ditë të shenjtë, gëzuar të gjithë atyre që festojnë sot, një vit të mbar dhe shëndet për të gjithë. Sot pagëzohet Joan Pagëzori, i uroj gjithë besimtarët të gëzuar e gjithë të mirat, vit të mbar. Ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit në Gjirokastër rituali i hedhjes së kryqit nuk u zhvillua në ujërat e lumit Drino për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike. Kanë qenë të shumtë besimtarët ortodoks dhe qytetarë të tjerë në Sarandë që këtë 6 janar janë drejtuar kishës së Shën Harallambit në qytetin bregdetar. Dita e ujit të bekuar ka nisur me meshën e shenjtë të drejtuar për herë të parë nga mitropoliti i Gjirokastrës Hirësia e tij Nathanail. Në meshën e sotme nuk mund të mungonin as deputetët e zonës si Vasil Llajo Anadajko, konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër, kryetari i Bashkisë së Sarandës, si dhe nën prefekti i qarkut të Vlorës Kristaq Kiço e të tjerë. Mitropoliti Nathanail dha mesazhin e vllazërimit mes komuniteteve të jetës në paqe dhe pa të këqija. Ndërkohë që besimtarë të shumtë u lutën për familjet dhe të dashurit e tyre duke ndezur qirinj e duke bërë kryqin. Pas meshës në Kish, një numër i madh besimtarësh kanë shoqëruar ceremonialin e hedhjes së kryqit të shenjtë në ujërat e detit Jon, ku pas bekimit në mënyrë simbolike nga mitropoliti Nathanail, shumë të rinj kanë zgjedhur të sfidojnë këto ujëra, por këtë vit Andrea Baruti nga Dropulli ka bërë edhe kapjen e tij. Sa vjeç je? Jam 25. Për herë të parë e merr kryqin? Është hera dytë që kap kryqin, është në Sarandë. 5 qevi po, hera parë. Çdo vit këtu në Sarandë. Urimi yt për këtë ditë, urimi yt për këtë ditë. Paqe dhe dashuri. Shëndet mbi të gjitha. Ceremonia e dritës së ujit të bekuar në qytetin e Sarandës ka vazhduar më tej me kthimin e besimtarëve në oborin e kishës së Shën Harallambit, ka kanë marrë edhe ujin e bekuar për familjet e tyre.